Mirë erdhët në vendin ku dashuria ka shkuar, por nuk ka fe. Jam rretilik. Po gonerinën e dini, vjen e sa ja ku e keni. Si Aleta. Oregano. E veshin e vdekjes. E ani vram! Shikojeni tragedin! E cila frynë shifoni! E ani! Shikojeni tragedin e cila frynë shifoni! Te ky tekst më ka bërë përshtypje domethënë vetë linja e familjes, domethënë përballja prind-fëmijë. Siç e patë edhe ju, nuk është se unë jam marrë vetëm me këtë linjë, realisht, sepse ju e shihni që unë kam bërë një kombinim të Shakespeare-it me Strindbergun, edhe kam marrë edhe linjat prej të Shakespeare-i, i kam gërshëtu bashkë dhe kam nxjerrë disa linja. Kam marrë elementet personazheve komplet tjerë të Shakespeare-i që kam ndryshuar komplet trajtën e personazheve dhe i kam bën këtë formë që ju i paconte. Fakti pse e kam trajtuar është kjo. Nuk është vetëm ideja se si është raporti prind-fëmijë. Është ideja e fenomeni që ne do duhet ta luftojmë, se si është u shëndru, domethënë me hap galop, ka një tranzicion shumë të fuqishëm tash në kohët aktuale, ndoshta ndikon edhe rrjetet, interneti, domethënë gjithçka që ka të bëjë me kohën e tashme, edhe që unë shoh në një farë forme një lloj metamorfoze në secilën familje të fëmijëve që nuk janë më siç kanë qenë. Domethënë e kanë humb figurën autoritative të prindit, nuk e kanë respektin e njëjtë, nuk kanë respekt të ndërsjellët, nuk mundohen që të respektojnë më të moshuarin, përpiqen domethënë që t'i marrin edhe faktet fiktive, domethënë që ata i shqetësojnë edhe i kthejnë në favorin e vetë dhe mundohen që vazhdimisht ja kthejnë gishtin prindit, më kupton? Duke mos dashur edhe mos pasur arsye për kokën e atyre që t'jenë më poshtë, sepse edhe prindi ndonjëherë mund të ketë edhe faj, mund të mos ketë edhe drejt, gjithkohës po thjesht ai është prindi jot. Edhe kam dashur që në një farë forme t'i tregoj publikut, sidomos moshave të reja, që unë mendoj që duhet vinë ta shohin këtë shfaqje, se si nuk duhet sillen me prindit e tyre. Edhe atëherë kur ata ndoshta kanë bërë diçka gabim në jetën e vet, ndoshta do mund të lejnë hapësirë për ta përmirësuar ato vetë më vonë jetën e tyre, por jo të gjykojnë prindit. Se ti ke 3 vajza, pa përkrahje, që u ke marrë çfarë kishin e nuk kishin. Pa ti! Ade, nuk të duket edhe ty sikur po të ljohen kanë banët andej poshtë nga kolli, ja? Por tjetë në të zjarë janë të mbarua se për pak do të filloj ai drejt shkoni e shon nga liqeni si e lëviz era. Pa tjetër, mama, pa tjetër. Shkoj, Torinatën. Ade! E po s'mund shkoj, s'kaj në ardhur pek si madhe. Ja ku erdhën? Petro. Dhe që gjithmonë, faturat vinë të parat dhe dalin të fundit. Zotëri, thonë, buka të ngopë. Por këto të hanë. Petro! Ty këtë shtëpi më shumë hanë, letrat se sa njerëz. Njaftë, ka budalla, njaftë. Dhe mos më silë kështu lajme se po më shkatron shpresën. Po më mirë të shohësh të vërtetën, zotëria im, që të asat jetosh një iluzjon. Petro! O, baba, gjithë këto faktura, unë do të shmetem! Edhe sa tjera ka këtu? Hajde të shohim. Në periudhën e procesit tavolinës, ne aktorët kishim shumë problem të përkrahim personazhet tona, pasi që i dilnim krah durantit. Vetëm teksti ishte shumë i fuqishëm, por pastaj me indikacionet, me punën e pandalur të regjisores, mendoj se i arritëm këto personazhe që ndoshta duken pak liga, por ne i kemi arsytuar në formën tonë. Adela një personazh e cila mba shumë vete, ka shumë peshë në shfaqje, ajo mba gjithë shtëpinë realisht, gjithë fakturat, çdo gjë që ka të bëjë me shtëpinë, dhe nëpërmjet regjisores ne kemi arritur që të kemi disa shpërthime të këtij personazhi nëpërmjet monologjeve. Ka qenë proces realisht shumë i vështirë, çdo ditë në prova nuk e kemi kaluar pa shpërthime emocionale. E falenderoj shumë regjisoren që ma ka besuar rolin, sepse realisht është një ndër rolet ndoshta më të vështira që unë kam arrit ta realizoj, për shkak se është dramë e fuqishme psikologjike, por njëkohësisht është edhe shumë e lodhshme fizikisht dhe besoj t'ja kemi arrit. Gjatë procesit në prova tavoline nuk është që e kam pas shumë qartë rolin, sepse është realisht është një rol që ndërtohet më shumë në mizase se sa
në tavolinë, po pastaj kur kemi dalë në mizasen, gjitha kolegët e mi kanë qenë shumë bashkëpunues edhe regjisorja ka qenë shumë e qartë në atë që e ka kërku, kështu që besoj ja kemi dalë me sukses dhe jam shumë e kontentë për këtë. Signor Antonio. Signorina Annetta. Sa ti duran nuk është ashtu si shmendoni? Janë gjeja dhe la zepa për më qatë, qëfar ishte kjo? Një puti ishte anë që kreta! Ose e më nërbuar, ose kushton të më gënjesh për parasyte. Baba, të gënjej ty! Ti që na ke gënjer ne, të qitë batën, se e Zvicëria për lindje, dërsa ti, baba, i e frances kjesh për jetë. Ka qenë një proces ku ne kemi qenë shumë të sinqert në kërkime, në bashkëpunim me regjizoren, e cila arriti që në mënyrë shumë konstruktive ta menaxhoj, ta udhëheq procesin edhe të arrim në një sukses si që ishte premiera sonte. Besoj që kjo të shfaqe do të vazhdoj të jepet edhe në vazhdimësi, i vetëm një ishull ku ne mund të gjejmë, ju thatë shpëtim, po unë do të thesha një farë mënyre një streh. Në kretë këtë është teatri. Teatri është materje gjallë, teatri është mediumi gjallë, dhe kretë këto fenomenet të cilët paraqiten për momentin dhe do të paraqiten edhe në të ardhmen, mund të lëvizin ose të luhatin ose të dëmtojnë mediume tjera, por teatri, sipas mendimit tim, do të mbetet i paprekur. Fatmirësisht. Hej, ju është i gjetat kuqe që shpani natën, mi ditë një sytë. Rafshojeni këtë trup të lodhur për e një hinë. Shpëndajeni me erën e fundit që do të parë frymë. E nëse kjo frymë e fundit, ndel me strishtimit e zjarit,